Spurgeon nuk ishte thjesht një predikues I fuqishëm. Ai ishte një njeri që vuajti shumë, fizikisht dhe mendërisht. Spurgeon vuante nga depresioni I rënd me episode të errta që ai veti përshkruante si re të dendura që mbulonin shpirtin. Bibla nuk e ka fshehur asnjëherë realitetin se besimtarët do të vuajnë, njësoj si gjithë të tjerët. Botë do të keni mundime, por merrni zemër, unë e kam mundur botën. Nëse s'do kishte mundime mes besimtarëve, s'kishte pse ta thotë që ju do keni mundime, si një fakt I kryer. Dallimi nuk është mundim, dallimi është mënyra se si adresojmë edhe si vazhdojmë të jetojmë në mes të këtyre sfidave dhe nevojave. Përshëndetje, mirë se erdhët në Albania Digital Connection, podcasti ku ndalojmë, reflektojmë dhe kërkojmë ta shohim realitetin përmes lentes së vërtetës. Unë jam Basi dhe bashkë me Afrimin ftojmë të bashkojmë një hapësirë të qetë, sinqertë dhe reale, ku do flasim e diskutojmë për tema që na prekin, na sfidojnë dhe na formsojnë ne si persona, na formsojnë karakterin, patjetër na formsojnë edhe bindjet për besimin. Charles Spurgeon ishte një predikues, autor dhe pastor baptist anglez I shekullit të 19, I njohur në mbar botën e krishterë si princi I predikuesve, për fuqinë e mesazhit dhe ndikimin e tij të madh në jetën e shumë njerëzve. Ai u rrit në një familje të krishterë, ku besimi dhe studimi I shkrimit ishin pjesë e përditshmërisë. Në moshën 15 vjeçare përjetoi një kthim të thellë shpirtëror dhe në moshën 16 vjeçare predikoi predikimin e tij të parë. Vetëm 4 vjet pas konvertimit, Spurgeon u bë pastor I një prej krishave më të mëdha në Londër. Gjatë gjithë jetës së tij, ai predikoi mijëra herë, shpesh deri në 10 predikime në javë, dhe shumë nga predikimet e tij u botuan në libra që u përkthyen në 10 gjuhë. Ai themeloi një kolegj për pastor që ishte shumë I njohur në kohën e tij, botoi me qindra artikuj në revista të ndryshme, gjithashtu investoi shumë në bamirësi për jetën e jetimëve dhe punoi për të ndihmuar të varfrit dhe të pambrojturit në Londër. Spurgeon nuk ishte thjesht një predikues I fuqishëm. Ai ishte një njeri që vuajti shumë, fizikisht dhe mendërisht. Që në rini, ai përjetoi probleme serioze shëndetësore, veçanërisht nga një lloj artriti, një sëmundje shumë e dhimbshme që shpesh e linte të paafër të ecur apo për të predikuar. Dhimbjet fizike ishin të shpeshta dhe të rënda dhe ai shpesh detyrohej të tërhiqej për periudha të gjata për shkak të shëndetit të dobët. Por edhe më e thellë ishte lufta e tij mendore dhe emocionale. Spurgeon vuante nga depresioni I rënd me episode të errta që ai veti përshkruante si re të dendura që mbulonin shpirtin. Këto nuk ishin thjesht lodhje apo trishtimi I përkohshëm. Ishin periudha të gjata errësire të brendshme, shpesh të shoqëruar me ankth dhe ndjenjë pafuqie. Një nga plagët më të mëdha në jetën e tij ndodhi në vitin 1856 gjatë një predikimi, kur një alarm I rrem shkaktoi panik dhe disa persona humbën jetën. Kjo ngjarje tronditi thellë Spurgeon dhe la gjurmë të përhershme në shëndetin e tij mendor. Ai kurrë nuk u çlirua plotësisht nga barra emocionale asaj dite. Megjithatë, pavarësisht gjithë kësaj dhimbje, ai nuk u tërhoq kurrë nga e vërteta e Ungjillit. Ai nuk e zbuti mesazhin për ta bërë më të pranueshëm, as nuk e braktisi bindjen e tij biblike për hir të rahatisë personale apo presionit publik. Në mes të vuajtjes, ai vazhdoi të predikonte Krishtin me besnikëri, duke besuar se e vërteta e shkrimit nuk varet nga forca predikuesit, por nga fuqia e Perëndisë. Në debatet teologjike të kohës së tij, sidomos kur shumë po largoheshin nga autoriteti I Biblës, Spurgeon zgjodhi të qëndronte I palëkundur, edhe pse kjo e izoloi dhe e lodhi edhe më shumë emocionalisht. Ai e pagoi këtë qëndresë me shëndetin e tij, po kurrë me dërgjegjen e tij. Jeta e Spurgeon është një dëshmi e fuqishme se besnikëria ndaj Ungjillit nuk lind nga mungesa vuajtjes, por nga një besim që zgjedh të qëndrojë edhe kur trupi dhe mendja janë të lodhura. Ai nuk ishte I fortë sepse nuk vuante, ai ishte I fortë sepse nuk e la vuajtjen ta largonte nga e vërteta. Afri, mirë se erdhe. Nuk e di se sa familjar je ti me jetën e Spurgeon, por jam e sigurt që ti e ke dëgjuar si një person që ke studiuar teologji, je një predikues I mirë gjithashtu si Spurgeon, por derisa dëgjon historinë e tij, për mua të paktën kur po e lexoja historinë e Spurgeon, nuk më duk ndonjë nga këto histori që patjetër që ka ato veçantitë vet, ajo është histori unike,
siç është jeta çdo individi, edhe pse ka ndodhur shumë vite më parë, në shekullin 19, më duk shumë reale për realitetin tonë dhe kontekstin tonë sot, social, kulturor dhe shpirtëror. Kështu që do doja të na ndihmoje pak me disa komente që na ndihmojnë të kuptojmë realitetin e tij dhe realitetin tonë, por edhe me disa të vërteta, qoftë rreth shkrimit, por edhe rreth jetës së një prej personave që ka pasur një ndikim kaq të madh. Kështu që gjëja e parë ku do doja të ndalonim është, ndërsa e dëgjon historinë e Spurgeon, cila gjëra nga jeta e tij të duken të njohura edhe në realitetin ton sot, ose cilat gjëra zejnë vend edhe në kontekstin ton. Se jetojmë në shekuj të ndryshëm, por Po. Si që përmende pasi e kam dëgjuar emrin, nuk e njoh shumë mirë historinë e tij me shumë detaje. Në fakt, disa prej këtyre që përmende në lidhje me vuajtjet nuk është që i kisha njohur më përpara. Edhe është teolog edhe predikues model për shumë shekuj tashmë, digjet nga shumë njerëz. Nuk pretendoj fare që jam predikues si Spurgeon, por ai është model i mirë për të ndjekur. Në lidhje me pjesë të historisë, të cilës siç e thash nuk i dija, që më bëri përshtypje edhe që është e vërtetë edhe sot, është besimtarët përballen me të njëjtat sfida. Ka shumë pak ose pothuajse asnjë njeri i cili do të jetojë një jetë qoftë në shërbim të Jezusit, pa përjetuar sfida edhe vështirësi, qoftë vuajtje personale, qoftë dhimbje, qoftë tragjedi familjare, qoftë vuajtje rreth e rrotull, qoftë krizat në botë të cilat kanë ndikim tek njerëzit. Kështu që ngjashmëria është, megjithse ne edhe vetë nuk i dija disa prej detajeve, sepse ndoshta përpiqem të shmangim këto dhe fokusohemi te pikat kulmore të punës dhe shërbesës së dikujt. Ngjashmëria është vuajmë njësoj siç kanë vuajtur tjerët përpara, edhe kemi njëjta sfida. Edhe Bibla nuk e ka fshehur asnjëherë, ndryshe nga ç'mendojnë mendojnë disa, Bibla nuk e ka fshehur asnjëherë realitetin se besimtarët do të vuajnë, njësoj si gjithë të tjerët. Dallimi mes nesh dhe jo besimtarëve nuk është mungesa e vuajtjes. Janë aspekte të tjera që duhen theksuar si dallim. Se ndonjëherë ne pretendojmë si besimtar, mund të pretendojmë që fakti që ne besojmë Jezusit, patjetër që mund të jemi ndoshta më pak të riskuar ose më pak të rrezikuar nga disa fenomene, ku diun siç janë këto çështjet e shëndetit mendor apo vështirësi emocionale, shpirtërore që njerëzit të hasen në përditshmërinë e tyre, dhe kjo jo për shkak të besimit, por për shkak të realitetit, të sfidave që jeta ka. Te Jezusi vetë nuk e fshehu, po të lexojmë fjalë me kujdes fjalët e Jezusit, Jezusi vetë nuk e fshehu që ky do të ishte realiteti. Për shembull tek Ungjilli i Gjonit citohet të thotë, në botë do të keni mundime, por merrni zemër, unë e kam mundur botën. Nëse s'do kishte mundime mes besimtarëve, s'kishte pse ta thotë që ju do keni mundime, si një fakt i kryer. Dallimi nuk është mundime, dallimi është mënyra se si adresojmë edhe si vazhdojmë të jetojmë në mes të këtyre sfidave dhe vuajtjeve. Në fakt, afrimi jam dakord me ty, dhe unë kur lexova historinë e Spurgeon, bërë shumë përshtypje, nuk e dija që një nga predikuesit më të njohur në historinë e krishtërimit ishte përballur kaq shumë me vuajtjen emocionale dhe mendore, siç ishte depresioni. Ndërsa po lexoja, thuhet që ai gjithë jetën e tij e ka shoqëruar një depresion shumë i rëndë. Tani doja të ndaloja pak në kontekstin tonë. Kam lexuar shumë edhe kudo, gjithandaj edhe në social media flitet shumë që realiteti në të cilin ne jetojmë është një nga realitetet më të vështira për sa i përket shëndetit mendor. Njerëzit përballen ndoshta sot më shumë se kurrë me çështjet e shëndetit mendor, por andon ndonjëherë që në kishë ose mes besimtarëve krijohet kjo pritshmëria që nëse beson fort në Zotin nuk duhet të ndihesh kështu. Në kuptimin që dëgjon shpesh në për komunitete apo kontekste të krishterë që një person që beson Jezusit nuk duhet të vuar nga problemet të shëndetit mendor, e lidhin direkt me atë që ti beson apo sa shumë beson. Edhe si ndikon kjo tek ata që po luftojnë me këto gjëra, se ne mund të kemi në kishat tona njerëz që janë duke luftuar me këtë çështje dhe që ndoshta ndjen pak edhe të stigmatizuar për të shprehur apo për të ndarë me të tjerët, se ndjen pak të paragjykuar, si ka mundësi që një besimtar të ketë të tilla çështje. Që ky realitet ekziston është e dukshme, është i dukshëm, ka njerëz që njohim edhe unë edhe ti që vuajnë me këtë problem. Edhe kjo lloj vuajtje ose ky lloj këndvështrimi në fakt vjen nga një keqkuptim i mesazhit të Ungjillit, sepse në mesazhin e Ungjillit
dukshëm Jezusi nuk premton, siç e lexuam qoftë edhe nga një varg, ka edhe pasazhe të tjera. Por dukshëm Jezusi nuk premton çlirim nga vuajtjet dhe mundimet në këtë botë. Si rezultat, njerëzit që kanë këtë lloj bindje, së pari kanë një keqkuptim në mesazhin e Ungjillit. Pjesa tjetër e problemit ose e keqkuptimit ka të bëjë me ato pasazhet në Bibël që flasin për fitore shpirtërore, fitore të betejës shpirtërore. Në fakt, fitoria që është gjithashtu në tekst, kjo ideja e fitores shpirtërore është në tekst, ne e dim shumë qartë nga një lexim pak më jo shumë i thellë, po i vëmendshëm i Ungjillit, që në fakt fitoria ka të bëjë me faktin që ne jemi tashmë të çliruar prej vargojnëve të së keqes për shkak të sakrificës së Jezusit. Fitoria nuk është te kalimi të gjitha problemeve në botë, edhe nuk do kemi as vuajtje, as sfida, as një gjë. Por ideja e fitores së betejës për shkak të Jezusit keq kuptohet duke nënkuptuar që ne tani nëse jemi besimtarë të mirë dhe kemi vërtet besim, te kalojmë të gjitha vuajtjet e botës, gjë që nuk është e vërtetë. Por ka plot njerëz që e besojnë, edhe jetojnë me këtë mendësi, mendoj që rezultati mes nesh është shumë i dukshëm. Unë di për situata ku njerëzit janë në situatë shumë të vështirë, por kanë frikë ta sjellin në kish ose ta ndajnë me vëllezërit, sepse me këtë lloj mendësie janë duke menduar, jeta e gjithë të tjerëve është në rregull, vetëm unë kam probleme. Kështu që në vend që të adresojnë problemin nga ana biblike, desha të bëj një koment se si adresohet nga ana biblike, në fakt kjo na nxit të adresojmë problemin jo nga ana biblike. Mënyra për ta adresuar është të bijmë dakord ose ta kuptojmë të gjithë që ne të gjithë kemi lloje të ndryshme problemesh. Kështu që nëse unë vuaj ose kam depresion, siç përmendëm një nga predikuesit më të mëdhenj gjitha kohërave ka jetuar me depresion, ka përjetuar depresion. Nëse unë kam depresion, po unë e di që vëllezërit e motrat e mi në kontekstin e besimit kanë sfida të ngjashme, ndoshta jo të njëjtën gjë, po sfida të ngjashme, atëherë konteksti biblik na shtyn që të ndajmë me njëri tjetrin, që të bisedojmë me njëri tjetrin, që të kërkojmë zgjidhje, mbështetje tek njëri tjetri. Jezusi, Bibla thot, ndajni barrët me njëri tjetrin dhe mbani barrët e njëri tjetrit. Kur ne mendojmë që ne jemi vetëm një person në këtë komunitet që kemi probleme, kjo na shtyn drejt izolimit. Njerëzit fillojnë të mendojnë unë se ndaj dot me njeri, se s'më kupton njeri, vetëm unë kam kështu probleme, si rezultat unë jam besimtar jo i fortë, nuk po e ndaj me njerëzit do ndihemi paragjykuar dhe shkojnë në izolim, që në fakt është e kundërta e procesit të inkurajuar nga Jezusi. Jezusi inkurajoi komunitetin, jo izolimin. Si rezultat, po është e vërtet që kemi kështu lloj mendësish dhe mendoj që është një mendësi tragjike në fakt që i nxit njerëzit të largohen të vërtetës së Jezusit dhe jo të përballen me realitetin. E vërtet në fakt se edhe Spurgeon edhe pse kishte vite edhe që vuante edhe ai vete ka shprehur se sa i rënd ishte dhe efektet e jo pozitive që kishte në jetën e tij, por ai nuk ka që kur dorë nga e vërteta, nuk ka që dorë kur nga Ungjilli, nga predikimi, nga përditshmëria e tij, pavarësisht sfidave, dhe kjo të ndihmon të kuptosh që ne jetojmë, sfidat janë pjesë e jetës tonë, por ato nuk mund të na largojnë, ajo që ti the, nuk mund të na izolojnë dhe të na largojnë nga komuniteti apo nga e vërteta. Tani, në ndritën e shkrimit, çfarë na mëson Perëndia për marrëdhënien midis vuajtjes, dobësisë son njerëzore dhe besnikërisë ndaj së vërtetës? Sepse gjithë historia e Spurgeon pak a shumë reflekton të këtë lloj gjëje. Më shumë duke sjell pak në kontekstin tonë tani. Mund ta imagjinoj Spurgeon, që me siguri e njihte shumë mirë tekstin biblik, mund ta imagjinoj duke menduar ai vetë për paralele me realitetin biblik. Dhe një nga paralelet që jam i sigurt që ka kaluar në përmend, është një diskutim i Paulit tek letra e 2 e Korintasve. Pauli flet për përvojën e tij si madje apostull i Jezusit, një nga besimtarët që kishte lidhje direkte me Jezusin, informacion prej tij, me një mision shumë të veçantë. E megjithatë Pauli, duke i shkruar kishës në Korint, në fakt e trajton këtë temën e vuajtjes. Edhe flet edhe për përvojën e tij personale. Pauli thotë që ai ka një smundje ose një problem shëndetësor, të cilit i ka kërkuar Jezusi disa herë ta shërojë dhe Jezusi nuk e ka shëruar. Në fakt përgjigjja që ka marrë Pauli nuk është si shpesh përgjigjja atyre që luten kur janë në vështirësi dhe nuk dëgjojnë asnjë gjë. Në fakt Pauli ka marrë një konfirmim nga Jezusi që Jezusi nuk do ta shërojë, por Pauli ka vazhduar shërbesën e tij. Dhe Pauli e përdor këtë aspekt të jetës së tij personale
për të argumentuar disa gjërat. Njëra prej gjërave që argumenton është që është normale për besimtarët të përjetojnë dhimbje dhe vuajtje. Nuk është e jashtëzakonshme. E para. E dyta, ai thotë që unë do ta vazhdoj misionin pavarësisht nga kjo dobësi që kam. Dhe kjo na çon te një pasazh i famshëm i Palit, që thotë kur unë jam i dobët, atëherë jam i fortë. Edhe në kontekst ai po thotë që ai do të bëjë thirrjen, misionin që Zoti ka caktuar, dhe fakti që ai ka pasur dobësi në këtë proces nuk mund t'ia ngarkojë vetes suksesin e këtij misioni. Ne nuk mund të themi që ne jemi të zotët e vetes, ne kemi të kaluar të gjitha sfidat. Ajo që mund të themi është me gjithë vuajtjet dhe vështirësitë, ne do ta çojmë misionin deri në fund. Me gjithë vuajtjet që kishte Pali nga ana shëndetësore, ai thotë unë do ta kryej misionin që më ka dhënë Jezusi. Me gjithë depresionin që kishte Spurgeon, ai thotë unë do vazhdoj të predikoj të vërtetën e Ungjillit. Dhe kjo është një lloj paradoksi nga konteksti biblik, por shumë i qartë, nuk është i fshehur. Ne do vazhdojmë të ndjekim Jezusin me besnikëri, edhe në mes të sfidave dhe vështirësive. Dhe në fund do të shikojmë që nëse kemi qenë besnik, do t'ja kemi dalë misionin deri në fund. Përveç kësaj ka edhe përfitime të tjera, përfitime të cilat unë i kam qef, por dukshëm nga mënyra se si Zoti na ka krijuar, si e ka krijuar realitetin, dukshëm këto janë përfitime të vuajtjes. Për shembull, është pothuajse e vërtetuar dhe shumë e dukshme që vuajtja forcon karakterin. Një njeri që i ka të gjitha, edhe i ka fituar shumë lehtë, nuk i konsideron shumë të rëndësishme ato që ka fituar. Fëmijët e atyre që janë shumë të pasur, edhe prindrit e tyre thjesht ju kalojnë pasurinë, në shumë raste e shpërdorarin pasurinë, sepse nuk e kanë karakterin e forcuar për shkak të vuajtjeve edhe vështirësive. Kështu që ka edhe aspekte të tjera të fitimprurse për shkak të vuajtjes, të cilat si duket Zoti e di që kështu funksionon dhe i lejojnë që ne të mund të jemi njerëzit që do ai që të jemi. Na bën më të përulur, nuk kemi mundësi të jemi krenar për atë që kemi arritur, sepse nëse e kemi bërë për shkak të bindjes ndaj Zotit, Zoti merr kredite për këtë. Nuk mund të themi që ne jemi më të mirë se të tjerët, sidomos nëse kemi vuajtje dhe probleme. Kështu që ka shumë përfitime dhe ky është realitet krejt normal. Nuk duhet ta shikojmë si një gjë të veçantë vetëm për disa prej nesh. Po e vërtet, në fakt, shumë faleminderit që na sollet gjithë shembuj Palis në mënyrë veçantë, por edhe faleminderit që solli disa vargje nga Bibla që na ndihmojnë të kuptojmë që në fakt vuajtja është pjesë e realitetit, edhe dobësia është pjesë jo vetëm e realitetit, por edhe e jetës. Domethënë ne jemi krijuar në këtë lloj mënyre dhe ato janë si bashkëshoqëruese të jetës tonë. Por e gjitha varet nga çfarë bëjmë ne kur jemi përballë sfida vuajtjes, izolohemi apo afrohemi më shumë, qoftë me njerëz, qoftë edhe me komunitetin. Kështu që unë shpresoj që ndërsa ne ndam këtë të vërtet në fakt që duke si një e vërtet që vëm, por është e vërtet me ata që na shikojnë dhe na dëgjojnë. Shpresoj që do i ndim për ta, por edhe ndoshta do t'i ftojmë ndjekësit tanë që nëse janë duke kaluar përmes këtyre gjërave të ndajnë edhe të kërkojnë ndihmë me njerëz që kanë afër, edhe patjetër që jam e sigurt që në komunitetin e tyre do gjejnë njerëz që do jenë gati të ndihmojnë, ose mund t'i ndajnë edhe me ne sfidat e tyre. Atë desha theksoj, nëse duan të ndajnë me ne përmes kanaleve tona të komunikimit, e para nuk do t'i paragjykojmë, edhe do shikojmë mundësi për të ndihmuar sa mundemi. Po, e vërtet. Mirë, ne shpresojmë që juve do ta shijoni dhe do mësoni gjëra të reja, por siç e tham, jeni të mirëpritur edhe ne jemi të gatshëm për të përpjekur për të qenë afër jush e për t'ju ndihmuar. Kështu që do shihemi javën tjetër me një histori tjetër edhe me ndoshta me disa sfida të tjera të realitetit edhe kohës në të cilën ne jetojmë. Deri atëherë, mirupafshim.